Bashkitë po arkëtojnë më shumë të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel, ndikuar kjo dhe nga rritja e numrit të turistëve në vend dhe reforma anti-informalitet. Pavarësisht se mos deklarimi në strukturat akomoduese në vend vijon të mbetet një shqetësim i vazhdueshëm. Referuar të dhënave nga raporti Financave Vendore për vitin 2025, të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel janë rritur në mënyrë progresive, por potenciali është më i lartë. Konkretisht, taksa e fjetjes në hotel është rritur nga 98.6 milion lekë që rezultonte në vitin 2015 në 736 milion lekë apo 7.8 milion euro në vitin 2025. E thënë ndryshe, rritja në një dekadë është 646%, duke reflektuar zgjerimin e aktivitetit turistik dhe përmirësimin e nivelit të formalizimit në sektorin e akomodimit. Baza e tatueshme për fjetje në hotel është çmimi që paguhet për fjetje, i cili mund të shprehet si çmimi për dhomë ose çmimi për personën natë. Niveli i taksës është deri në 5% të pagesës për fjetje. Ky detyrim tatimor llogaritet duke shumëzuar nivelin e taksave të miratuar nga bashkia me tarifën e fjetjes për një natë, sipas netave të fjetjes në hotel. Fatura e lëshuar nga hoteli përfshin tarifën e fjetjes dhe vlerën e taksës. Llogaritja e kësaj takse bazuar në legjislacionin në fuqi bëhet sipas ndarjes në dy kategori: subjekte hoteleri me 4-5 yje dhe subjekte hotele, bujtin, fjetin, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese sipas përcaktimeve të ligjit për turizmin në fuqi. Zakonisht varion nga 35 deri në 350 lekë për natë për person në varësi të vendodhjes së bashkisë. Kjo taks paguhet nga klienti dhe mblidhet nga strukturat akomoduese, e cila më pas e transferon tek bashkitë. Një problem shqetësues në sektorin e turizmit është informaliteti, i cili shfaqet në forma të ndryshme si mos regjistrimi i strukturave akomoduese apo kapaciteteve reale, mos deklarimi i netave të qëndrimit apo deklarimi i numrave fiktiv. Për të luftuar evazionin dhe mos përputhjen midis numrit të turistëve dhe shitjeve, vitin e kaluar qeveria miratoi një vendim sipas të cilit strukturat akomoduese duhet të deklarojnë një më pak se 65% shitje të kapaciteteve që kanë përgjatë periudhës 1 maj-30 shtator dhe jo më pak se 30% nga periudha 1 tetor-30 prill. Nga ana tjetër, të dhënat nga tregu i strukturave akomoduese me qirafat shkurtër tregojnë se aktualisht në platforma të ndryshme rezervimi figurojnë mbi 18.200 njësi me qirafat shkurtër aktive.